Po, për shembull na kemi edhe shumë musafir të cilët nuk janë musliman ose janë musliman por nuk janë praktikant. Në recepcion ton kemi libra që shpërndahen për si këshill për ty që nuk falesh, pse ka marrë në këtë jetë, edhe shumë herë musafirët mendojnë që ajo pagohet. E kur i tregom se ish falas, reagojnë pozitivisht shumë dhe shumë njerëz fesë tjetër i kërkojnë, mendojnë, pyesin për fe, kështu mendoj si ky koncept alhamdulillah është diçka shumë pozitiv edhe besoj që ka shumë hajër në te. Po, gjithsesi, në aspektin fetar na e dim, po kanjëherë njeriu, sfidohet për jetës, mashtrohet, edhe na e dim prej lokaleve të tjera që me aq sa dëgjohet, alkooli është pika ma kulminante e përfitimit financiar për një restoranti ose hoteli ose lokali të zakonshëm. Qysh ka qenë kjo pjesë? A ka qenë e vështirë për ju që me u distancu komplet edhe me thonë, okej, na... Normal që konkurrencë ka pas, edhe do të jetë gjithmonë, dhe sfidat e veta ka pas, por besoj që çdo hotel cili ka diçka autentike, i cili i përkushtohet musafirëve edhe punës me sinqeritet në përkushtim, ka me gjetë klientët e vetë. Kështu që edhe na, si hotel, jemi mundu, edhe pse i kemi, nëse mund të themi ato minusa, por alhamdulillah nuk janë minusa, besoj që publiku e ka gjetë, musafirët e kanë gjetë rahatin këtu, puna shërbimeve tona, komoditetit tonë dhe cilësitë në kvalitet.